Në lidhje me aktualitetin politik dhe jo vetëm do të flasim këto momente në studio me mua është bashkuarish deputeti Muslim Murizi. Faleminderit që jeni këtu. Faleminderit për ftesën. Po e nis nga kjo e fundit zoti Murizi, në fakt deputet të ekonomisë kërkuan në komision përgjigje, po themi, rreth asaj që kryeministri ka thënë se protesta është e nxitur nga regjimi iranian. Nëse Shish do të kishte të dhëna dhe informacione, a duhet ti thoshte dhe në bazë deklaratave që ka bërë kryeministri, mendoni se ka marrë informacione nga Shish për ato që ka deklaruar? Para siç ai qartë, kush ishte ajo që raportonte në komision? Ishte drejtoresha e Shishit. Zëvendës drejtoresha. E Shishit. E Shish, po. Po ne edhe drejtoresh, Shishi, kemi një zëvendës drejtoresh të Kosovës, e shkarkuar nga Vjosa Osmani dhe Albin Kurti. Një tranafile që rri tek zyra e Gysit, ka me dhjetra video e foto të printuara që jep një llogari bashkë me drejtues madhor të policisë para se të shpallen në kërkim. Pra, dorëzimi i shërbimit tek një njeri, jo shtetas shqiptar, mund të jetë me komësi shqiptare, por jo shtetas shqiptar, në kundërshtim me ligjin që thotë shërbimi, dhe aq më shumë i shkarkuar nga gjysma tjetër e kombit, pra nga Kosova, si njeri që ka bashkëpunu me shërbimet serbe, është vetëm një arrogant si Rama mund të bëj, dhe njeri i papërgjegjshëm. Dhe ti kërkosh informacion. Këti individi, me gjitha ajo si shteti, pra posa qenë zëvendës drejtoresha, vedi qa është kjo, që kanë dorë iranianët, irakianët, grekët apo serbët, më mire di Rama, se është më i lidhur drejt për drejt me ta, se sa çdo lloj aguridhe që mund të jetë me emërim nga Rama si drejtoresh Shiku. Qysh kur ka ikë Elidon Bendo, unë nuk besoj që ne kemi shërbimin aktiv. Përpos saj, gjatë kohës që kam qenë kuvend, kam shfaqur rezerva, sepse shërbimi informativ, madje ndaj zotit Bendo, është i kapur në 21 drejtori nga ish oficerët të sigurimit të shtetit. Për turpin e kësaj politike dhe të kësaj qeverie, që rikthen detyrë ish oficer të organit inkuizitiv dhe gjakatar që ka ushtruar dhunë represive nga 48-90 tek qytetarët shqiptar. Janë 73 ish oficerë sigurimi brenda shërbimit informativ. 21 drejtor drejtorie. Të i kam patur të konfirmuara si antar i Komisionit Sigurisë dhe në kryetar kuvendit gjatë kohës që kam qenë në parlament. Dhe besoj që kjo aguridhe nuk është se ka bënë gjatë tjetër. E qartë, kush mendoni se ka interes për ndryshimin e situatës politike në vend nga këto shërbime që janë përmendur? Nuk ka lidhje. Nga të huajt i referohen. Po më vini ngojën ti me fjalë që si thashon. Jo, ju pyes. Nisur nga deklaratat e kryeministrit Rama, që në çdo ditë protestës ka thënë nga një deklaratë. Rama është, po t'ja kthesh në retrospektiv, është një mashtrues tipik ordiner në gjitha çfarë ka deklaruar që ditën e parë kur ka ardhur në pushtet. Nuk besoj asgjë tek Rama, jo për mosdakordsi politike me te. Pra, Ramën e maj nga 2-3 ditë e para kur e pru me porosi sigurimi i shtetit, në 10-90, që tha do varim nga komunist për shtyll, duke fillu nga baba im, tha. Pastaj iku krijoi partinë fundamentaliste islamike, pastaj iku në Francë, edhe u ktheu, po ata që e prun, në shtëpinë e Ramadan Karanxhës, sigurimi i shtetit, dhe ky është antikapi që Rama dhe kur i kishte votat, dhe kur iku PD-ja nga kuvendi, që unë isha atje, bëne ai ligj për të hap dosjet e sigurimit të shtetit, nuk guxoi. Heshti si fija bari dhe u bëj verdh, më keq se limoni prishur. Nuk guxoi, 30 vota mori ligji për të hap dosjet e sigurimit të shtetit. Janë kokra spiona që kanë çengela në hund. Kanë ardhur aty me porosi, sepse janë pjell e prindërve bastard që patën qeverisur shqiptarët me dorë të hekur duke vrarë 6.000 shqiptar, nga 45-90, 1.200 tjerë mbi tela me gjema, dhe janë po pjell e bive apo e kopilve të bllokut që kanë ushtruar komunizëm, diktaturën në Shqipëri. Pra, po të shikoni Ramën, në 2013 do mbyllim lojrat e fatit. Se ndahen çiftet. Me të folë Rama për ndarje çiftesh. Rama ka ndarë 13 gra vetë. Dhe i hapi javëlla atyre që kishte interes. Nuk ngeli kontingent, pa do të kufizojmë ndërtimet. Për ujë dhe legalizimet maj përgjësi unë, zero, asgjë. Pa Rama ka lpirë me shumit, çfarë ka vjell gjatë gjithë kohës që ka dashur të hiqet njeri populist apo pro interesave qytetarëve. Kështu që nëse ju ma citoni Ramën si të vërtet që këtu që kanë shërbimet e Iranit, po Rama është lpi Amerikanëve për atë Iranin dhe i ka dhënë 800 hektar tokë Manz, unë kam qenë kundra,
Vetëm për t'i treguar administratës Biden që ky është gentil me Amerikanët. Sikur se ju lpi për armët kimike. Sikur se ju është lpi Meloni dhe ka falë cop toke nga Shqipëria në gjatër. Sikur se po i lpinje Trumpit për t'i dhënë Sazanin dhe Zvëneci me ide që t'rregullojë marrëdhëniet. Megjithatë duhet të themi që kjo protestë është parë me shumë simpati nga ndërkombëtarët. Po pra sepse tash po kalojmë në pjesën jo për t'i bëj gjyqin, sepse s'merrem me një mashtrus. Shqipëria nga 2008, jo për hatër të Ramës, por jashtë dëshirës Ramës është vend antar i NATO-s. Dhe shërbimet e ndërsjellta janë të detyruar të raportojnë në Bruksel tek partnerët, tek 28 vende antare të NATO-s. Madje me humor në një raportim Komision të Sigurisë, kur na u tha që vendet jo mike tonat, ku bën pjesë dhe Greqia, nuk duhet morën informacion që kam qesh. Sepse Greqia është NATO dhe ambasadori janë është i detyruar t'i raportoj ambasadorëve të NATO-s sa dyfe kemi, sa topa, sa gryga zjarri, sa ushtarë, se raportojnë ata. Nuk ka sekret mes nesh dhe Greqisë. Nuk të do në pjesën, ku di unë, historike o në mënyrë tragjike për atë që ka ndodhur, nuk e di në 1000 apo 2000 vite, por e ke komshie dhe ditën që e bën antar i NATO-s, ti s'ke mua sekrete ndërsjellta me te për pjesën e ushtrisë. Pra, vendet partnere që e kanë përkrahur dhe mediat e Europës dhe të Amerikës, që kanë dhënë non-stop transmetime nga protesta, kanë shërbimet e tyre kam krijë në Shqipëri. Siç din Zibrakun, kush e bën dhe kush është pas tyre, siç din grupet e forta të Shqipërisë, siç din vjedhjet e qeverisë, dhe për hatër të informacionit të tyre shërbimeve, i është frenuar Ramës ajo deliri i mastis për të rrokur në qafë siç rrokat e parrukera në Italisë Melonin, nuk e takon dot Merzin, se janë kam kryq shërbimet gjermane këto. Edhe pse tha me lejen e babës unë takova gocën, po s'ka guxuar të japi dorën Trumpit. Nuk e lejnë ata shërbimet gjatë. E din mirë se çfarë llumhania është qeverisja e Shqipërisë. Kështu që unë nuk besoj që ajo është protestë shqiptarësh, është pika e vlimit të imllefit të akumuluar në 13 vite nga arroganca, vjedhja, babëzia, mënyra se si Rama i ka trajtuar shqiptarët. Po çfarë mendoni se ka sjell deri tani kjo protestë? Janë 23 ditë sot, e cila nisi me Zvërnecin, por janë artikuluar edhe pak necit të tjera. 2 ditë e para, pra shkëndia ishte tërheqja zvarr atij qytetari nga disa kokçorape të Ramës, në hundën e policisë Ramës, që ishte një turp për Shqipërinë, jo për Ramës, se jep turp, a ishte shkëndia që doli dita e parë e protestës. Pas ditës dytë është kapërcyer për Mysty Murrizin Flamingo. S'ka të bëjë me Flamingo të majë. I 100-150.000 qytetarë Tiranës shesh nuk kanë lidhje me Zvërnecën as me Flamingon. Ajo është pika e vlimit të mllefit nga mënyra se si Rama ja u ka bler votat dhe i ka trajtuar masi u ka bler votat në arrogancë dhe në mënyrë harbute, ka drejtuar shqiptarë duke i dhunuar, duke i vjedhur, duke i mashtruar, duke i trajtuar thjesht si numra. Pra, për mu ka dhënë 2 efekte. E para ka zgjuar nervin qytetar, dhe në këto ditë, unë kam qenë i pranishëm në protest, kam pa pesazhin më të bukur të Tiranës pas atyre 5 ditëve të dhjetorit 19, datë 7, 8, 9, 10, 11, 12, që të jetë studenti, kur u kriju Partia Demokratike, në atë kohë kam qenë student, dhe 3 ditëve të shkurtit, 18, 19, 20 shkurt, në grevën e Orisë, kur u tërhojt zvarr shtatorja e diktatorit në shesh. Prej asaj kohe kanë qenë protestat mirë filta politike. Nësa ky pesazh është i protestë që ka përcen çdo limit të kujdo force politike që ka tentuar të bëjë protestë kundër atij që ka qenë pushtet. Dhe ajo është pra efekti i mbrëmshëm është që zgjoi nervin qytetar. Dhe unë aty shoh që ka dalë Tirana në shesh. Pra, jo rrethet të thirrura nga një subjekt i caktuar, Partia Demokratike, që ka bërë jo pak protesta. Dhe në faktorin ndërkombëtar ja ka heq Rama Zhlakuriq para çdo kancelarie të Perëndimit, që nuk është më ky i shumë votuar, i 84 mandate, ky Babaxhani, ky mandatit 4, ky që vdesin shqiptarët për këtë, pra ka treguar hapur që ky ka bler shqiptar. I ka quar në atë farfeje gjatë qeverisë së tij që t'jen fukarej, për t'i dhunuar dhe intimiduar e t'i blej lirë ditën e votimit. Rama e ka rënë administratën me 130.000 veta. 83.000 ka pas administrata kur ka dorëzuar Sali Berisha pushtetin në 2013. 210.000 ka sot. 46.000 kanë qenë punësuar në pushtet lokal, kur kanë qenë 320 komuna 6 bashki. 100.000 janë sot. 12.000 punësuar i ka Bashkia e Tiranës. 1.300 ujësjelëse. Ne s'kemi ujësjelës, nuk kemi ujë. Ujësjelës është që bi ujët. Ne nuk kemi.
Se cili nga ne ka nga i buvill në shtëpi, ato depozitet e ujit. Pra ky ka punësu patronazhist, i paguam me taksat e shqiptarëve, që ja u ka ngajt 5% të atim fitimin, që paguim taks karboni, taks ekstra ke karburanti, që blem karburanti më shtrenjt se sa Gaza, Palestina edhe Ukrajina që janë luft, dyra më shtrenjt, edhe me lek që u vjen shqiptarëve 8 miliard euro buxheti i këtij viti, paguam patronazhistët për t'i patur për vota. Ty pyet zoti Morizi, pse ka Rama nuk shkon dot më si padrina i shqiptarëve, edhe pse e ka thirrë sot ky burri Brigidës. Është në Francë, po. Po, inshallah nuk ha ndonjë plan në Francë. Se nga Franca ka ardhur, në fakt, për hir të vërtetës. Nga kazanat e Francës ka ardhur 98, e mori Fatos Nano njës pas, e bëni ministër kulturë. Dua t'ju pyet zoti Morizi, pse ka kaq të vështirë qeveria shqiptare të tregojë se çfarë po ndodh me Zvërnetin, cilët janë investitorët. Të lutem më dëgjoj deri në fund, cilët janë investitorët. Kush po investon? A është vërtet Xharet Kushner që po investon? A është në një kompani Guack e cila është, po themi, maskuar dhe është në Hollandë, sepse ka patur një interpelancë me ministrin e ekonomisë në Hollandë që mendohet që është kompani Guack e krijuar atje. Pra pse mungon kjo transparencë për t'u thënë shqiptarëve të vërtetën? Në këndvështrimin tim, parat janë të hajdutëve të qeverisë shqiptare, edhe Alabari, edhe Zvërneci, edhe çdo investim strategjik. Pra ju mendoni që investitorët e vërtet janë shqiptarë? Patjetër, jo shqiptarë, qeveria shqiptare. Hajdutët e qeverisë shqiptare i çojnë lek me charter, me thas, dhe i thonë atij miliardierit atje, apo këtij tjetrit, me fondin arab, të Kushnerit, të Trumpit, do vish të investosh ti, lekët e tyre. Se kaq e lehtë është për të bërë një manipulim të tillë? Po sa kohë që këta nuk lajnë asnjë qytetar të thjesht, të shkojnë Kinë me $10.000, po të çanë rrasat lloj kapterri, polici, doganieri në aeroport për blet tenxhere, luk, pjata, pirun, këto që i kemi kondenjer, i gjobisit, dhe unë kam pyetur drejtorin e Pastrenit Parave, ka qenë i ftyrësez, i koqi. Si erdhën indianët këtu, i thash, me 4.6 milion euro me trast. 4.6 milion euro me trast, ato indianë që morën pasaportën tek presidenti për 24 orë. Janë të dënuar nga 25 vjetë në Indi ata. Si erdhën këtu ata, kur ju keni gjithë këto institucione? Pastrenit Parave, krimi ekonomik, hetimi, tatimore doganor, shërbimi informativ. Pra ketë gjithë ato institucione që paguan dhe kanë nga 500 deri 1.500 veta shërbimi informativ. 3-400 veta Pastrenit Parave. Dhe pse s'hetojnë këta, se s'ka nevojë ta mori politika as populli përgjigjet nga Rama është i kapur. Spaku. Pse nuk del e të belbëzoj një fjalë? Kush qëndron pas investimeve të tyre dhe nga vijnë parat? Me gjëmen e keni ju që janë jenë fort i miliardieri arab, kur bota arabe është një pikë rare në mes gjithë ujit, të vijet investohet i ndorë se ti iki palati 25 cm, të hyj palatin tokë, se ka hedhë themelet mbi mbeturinat që ka pas hedhur gjatë 50 viteve, gry port e hidh mbeturina? Qa e pengon atë të investojnë në Katar, në Oman, në Abu Dhabi, Dubai, në Riyadh, do vit investoj këtu. Parat e këtyre të quara në offshore kanë vjedhur mbi 30 miliard euro për 20 vite e gjithë politika shqiptare. Mbi 30 miliard euro. Ky ka 13 vite në pushtet dhe shif një rrugë që i ka bërë me 3 fish çmim, e rrugë janë gjithë atë copa. Ta din shqiptarë që në 13 vite të Ramës kanë paguajtur rreth 19 milion euro është buxheti i shtetit, taksat mbledhura. 45 janë paga e pensionet, 45 me letra figurojnë investim. A ka në shqiptarë që beson që në Shqipërinë e Ramës nga 2013 deri janë investuar 45 miliard euro? Vetëm në një patronazhist i lehthitur që e beson nga Afrika e tij. Pra, nuk është as punë shërbimesh, as punë institucionesh ligjzbatuese, është thjesht vullnet politik, siç molli Shqipërinë hash me vendim qeverie në 2013 deri në 2017. Kjo tashmë e vërtetuar dhe deklaruar nga disa ish-ministra të tij, nga zëvendës kryeministri Ahmetaj, ministri Bushati, ministri Tahiri e Meral. Pra këtu asë gjë nuk është bë, pavarësisht që ai është han dardha, kumlla, fiq, fruta, pyllë, dhe mas spinës time, unë nuk di gjë. Ky është alergjik nga ndaj frutave të pyllët. Çdo gjë, këtu nuk merr dot. Një leje për i gardh. Po nuk kaloj ke Rama, ja ka zhvesh, ka cënuar autonominë e pushtetit lokal. Asnjë bashki nuk jep leje se duhet kalojnë gjithë ke Rama. Si mund dal garant kryeministri Rama në të tilla investime, po themi, kur SPAK ka bllokuar llogari, ka folur për falsifikime dokumentash në një rast të tillë? SPAK duhet të reagojë, jo të bllokojë.
as të flasi. Spak nuk është organizat. Këquani reagim, dhe me thënë konkret si? Duhet t'i hetoj dhe t'a thrasë Ramën në akuz, në hetim. Prezumimi pafajësisë është një drejtë themelore çdo qytetari përfshi këtu dhe Ramën, derisa të fajsohet me vendim të formës prerë në gjykat lartë. Por që SPAK nuk guxon t'ja regjistroj emrin si person në hetim, qoftë për shitje të Shqipërisë pa referendum dhe pa pyetur qytetarët në shkelet kushtetutës, qoftë për çdo dyshim, nga porti që dështu jap të rusëve, që është vepër penale, tek anijet e Bangladeshit që morin 100 sa milion euro, ja ka bërë qerasje Juri Kimetës, që nuk janë asnjëherë. 2 anije rangall nga Bangladeshi rrim Vlorë, kanë 5 vjet. Ato që do të prodhonin energji elektrike. Nuk prindes fare ata. E qartë. Ata ti blesh si generator të ri, anije generator, bën 20 milion euro. Ne i kena marrë me qera pa inesë ose ditë 100 milion euro. Nuk flet SPAK-u. As për bankës petrolin që është vjet 15 miliardë euro pasurinë ndoktore, por i nxori bankës që dy drejtuesit, një kinez gjenetik dhe një kinez ekonomik, i nxori nga arresti burgut, që i pat bëj gjykata Fierit, i nxori but në arrest shtëpie. Tash i detyrim paraqitje. Nuk flet bankës si për gjobën e Anila Demajt. Nuk flet bankës ky SPAK ose them bankës, që me i llojot, bankës SPAK. Për Allajbeun e dializës. Për janë Karathanësin e laboratoreve, 130 milion euro. Për inceneratorin e Tiranës. Po bën si Cmice me gjyqjet e Ran Velis, skafazi. A duhet rrim rëna, s'duhet rrim rëna. Nuk nis hetim Klod Bravo për inceneratorin e Tiranës. Ka nis Olç Zada për të mbrëmshmet e kësaj hetim pasuror. Po, hetim pasuror du të jetosh gjithë politikanë. Pra, në moment që SPAK sillet me shumë standarde për fenomenet njëjta, është një strukturë palaço, po ka që pisë sa politika. Ju në një reagim tuaj... Merret me Bektashi SPAK-u. Ka korr Bektashi grunë apo jo? Gjithë fshatit e shmitar. Me profesorët vim prifti. Nuk merret me hajdutut mas televizionit tuaj. Veshiritin i kam thënë komunist krajës në parlament. Dhe i lej 3 muaj barën e provës ta ketë veta i qytetari që ka vil mrena aty tek Zamiri. Me Green Costin. Me gjithë vilet e Bregdetit, kush i kanë? Gjithë hajdut të politikës. Ju në fakt në një postim tuaj në rrjetet sociale keni folur në lidhje me pronat në Bregdet dhe thoni se në dosje flitet për bashkëpunim politik, drejtësi oligark. Po, kam përgjimet. Çfarë keni? Përgjimet. Po. E dosjes 2008-2009. Është një tur po t'i ngjosh. Për çfarë bëhet fjalë aty? Bëhet fjalë që kush është i përfshirë? Jina Rama e para, që është prokurore e përgjithshme, ka shkarkuar prokurorin Gura Kuqi, që do të çonte në gjykim çështjen dhe ka vendosur prokurorin Ardian Brau, i cili ka vajt se në atë kohë prokuroria është organ monokratik. Pra nuk mund të shkonte prokurori në gjykat me dëshirë apo kërkesën që ai mendonte. Duhet kishte një miratim nga prokurori rreth ose prokurori i përgjithshëm. Sot organi i akuzës nuk mund ta pyes më prokurori i çështjes, nuk e pyet më prokurorin e rreth apo prokurorin e përgjithshëm. Avokat ka qenë Sokol Çomo në përgjime. Për 1.200.000 metra katrore pronë e shqiptarëve vjedhur mbi Shporën, Zvërnec, Pogradec, në Dashzez, këtu tek Liqeni Farkës, pronët e Mretit Zog. Dhe ka pushuar çështje, ka vujt për pushim. Dhe të dy pastaj se gjetën një viktimë, atë i grup me emër i Prestanome që gjoja, ja bleu banka kredinë, të dy kanë punu ke kredinë si pastaj. Kur ikën nga puna, dhe Ina Rama dhe Kolçomo. Dhe mrohen gjykatën e apelit për turpin e kolegjes, edhe thllitësirët politikës që nuk reagojnë, nuk flasin. Ligji për gjyqësorin thot po s'ke qenë magjistrat, nuk je gjyqtar. Të shkosh në apel në gjykatë administrative, thot ligji organik i gjyqësorit, duhet të kesh qenë 5 vjet gjyqtar në gjykatën e shkallës parë. Kush janë këta? Thllitësira ju kanë vjedhur shqiptarëve prona. Spiun të sigurimit. Del ndosje jina gjë spiune, në shik. E hoqën duke ndërhyrë, e hoqën hakret iranian, herën tjetër emrin e saj. Kokra spiunës të rekrutuar nga sigurimi i shtetit. Tu atë riktheme dhe ju kuptoj, edhe njërë të protesta. Ju s'ka për të kuptu, kam përgjime që t'i ngjosh do i natë dimri. S'ka nevojë ti... I kene referuar? Kanë dalë në për media, kujt t'ja referoj? Organeve drejtësisë? Kujt t'ja referoj nga këta? Kujt nga këta, ma gjej. Që në 16 dhjetor që zgjat Klod Bravo, 0 fillim hetimish për njerëz për cilët SPAK-u merr 10.000 euro në muaj. 0. Bombët e fundit i plasi Dumani para se tikte. Ato qa ishin, jo Belinda, jo drejtori, jo ky ai. Ma gje një, që ka marrë në akuz të pandehur edhe ka fillu hetim SPAK-u, ditën që ka arë ky drejtuesi i ka 6 muaj edhe 2 vjet e gjys ka. Ose del ke gardhi. Do të gjenet i artifis tjetër për t'i bo prokuror në apel, apo në prokurorin e përgjithshme. Ta të shenjë që në fakt janë kokra shejtansh. Ta që ka jallan lek me përqinje ke oligarkët. Duat ju bëj dhe një pyetje tjetër, zoti Mori. Kam një mik që bleu një biznes e ndëruar.
Dhe tha problemi më i madh dikush ishte, po, se e mora me gjithë borxhet fshehura, dhe aty pash emra prokurorisë Tiranës e prokurorisë Sfakut, që kishin lek me përqindje. Ka blej biznes nga dikush, nga një oligark tjetër. Pra këta. Heshtin këta u dojnë pallatat e tjetër zbzajnë. Pse? Se kanë shtëpiat gjithë, ka që ka ato pallatat si kontenjer. Ka ik 15 centim dhe ajo që është si kontenjer, aty ke dhama tregtis. Nuk bëzajnë, ta kanë shtëpiat gjithë si familje. Qa të hetoj Sfaku? Në fillim të protestës, Partia Demokratike, po themi nuk është se pati ndonjë qasje për të qëmpro. Ndërkohë pas disa ditësh... Po e thu shumë amëldi, si duket mendon që edhe unë jam si puna e gazdave për flamurit. Jo, unë duhet jem korrekte... Për turpin e saj një qëndrim refraktar, që s'duhet ta kishte. Duhet jem korrekte me... Po jo e korrekt jam unë, se kam reaguar ashpër. Ndërkohë, pas disa ditësh pati një ndryshim... Të nesmen, pas reagimit tim. Okej, pati një ndryshim rrënjësor. Shumë mirë bëni, po. Ndryshimi është njerëzor dhe i pranueshëm. Jam shumë dakord. A mos ndoshta një dorëheqje, po themi vullnetare, nga ana e Zotit Berisha, do ta ndihmonte Ramën në situatën ku ndodhet aktualisht? Nuk e ditë të bëj katarsis, por qëndrimi që majti kundër protestës ishte i qëndrim refraktar, i turpshëm, kundër frymës opozitare dhe turp për ata që i rrinë dhe e këshillojnë që duhet jemi kundër protestës. Vemjet që si kam pajt din protestë. Njerëz që kanë frikë qytetarit, edhe dërdëllisin emër qytetarëve, flas për deputetë e opozitës. Që ato të mazhorancës kanë padrino, janë një lloj si në komunizëm, po s'tha shoku Enver, ato nuk shkojnë hale. Por deputetë e opozitës duhet t'jenë atje. Qa frike kanë ta? Sepse e din që janë pa votat e qytetarëve. Sepse qelpsilliku i kësaj politike fillon pazarin Berisha Rama në 2008, që bën këtë ligjë zgjedhor që deputetë kanë frikë qytetarët. Janë pa votat e qytetarëve në parlament, vetëm 6 deputetë ka fitu PD me votat qytetarësh. Isuf Qelën, Gjin Gjanin, Kastriot Pirolin, Bar Spahin, Jorito Tabakun, ky Ndoja edhe ai i Korçës. Gjithë tjerët janë treguar në firmën e Sali Berishës. Nëse largohet, nëse jep dorëheqjen Berisha, mendoni që kjo do të tashtonte, po themi, mundësinë që dhe Rama të largohej, sepse kjo është kauza kryesore e protestës? Unë vejmë protest, non-stop dhe kënaqem kur i shoh, aty ka gati gjithë Tirana ka vërshuar në rrugë. Për shumë parull atyre nuk jam dakord. Pra, Rama në burg, Berisha në burg. Janë thirrje populiste të smajtës ekstreme që më kujtojnë nga videot gjyqjet e 45 e deputetëve. Nuk të fut poplin burg. Janë thirrje marksistësh të inspiruar ndoshta nga qorrët me kompani që atje mbrenda. Unë kam sugjeruar edhe në postimet e mia që duhet shkojnë bëjmë presion Spakut, GKK-os, pse sillet me shumë standarde për fenomenet njëjta. Në burg i fut drejtësia në një sistem formalisht demokratik siç është Shqipëria, se jemi vend demokratik. Nuk të fut populli as turma. 1 milion shqiptar dalën aty të thonë ky burg, nuk hyn burg pse themi ne. E qartë. Jam dhe unë aty. Por shenja e barazimit mes Ramës dhe Berishës për Hajdutlikun, kur Berisha ka ikë nga pushteti ka 13 vite, nuk më duket e drejtë. Por që Berisha duhet kërkojë njes për 2008, sepse ajo shenjë barazimi vjen në shenjë revolte nga mlefi akumuluar nga qytetarët, sepse e din fare mirë që pazari i Berishës me Ramën i 2008-s i ribardhi herën korrik 2024 nga Berisha dhe Gazbardhi me Ramën, që deputetët vinë në parlament, jo përfaqësues qytetarësh, por servil kryetarësh, kanë nxitur atë turm që t'i barazojë të dy. Pra, për hatët t'i pazar, dhe për këtë pazar, Sali Berisha dhe Partia Demokratike duhet distancohet, është shumë e vonuar, 1 orë më parë, është shumë e vonuar. Duhet dalë publikisht të thotë, po, ne gabuam 2008, ky ligj nuk është i barabartë, ky ligj ka hequr sovranitetin e votës shqiptarëve, ky ligj sjell arrogancë të kujdo që do jetë në pushtet, dhe sjell servilizëm brenda çdo force politike, dhe e bën kryetarin autokrat. Ndaj ne do të përpiqemi fort ta prishim këtë ligj që të çojmë fuqinë tek sovraniteti i votës shqiptarëve. Që të zgjedhurit e këtyre që dalin atje 100-150.000 veta, të jenë ata që do votojnë këta, jo ata që zgjedh me firmë Sali Berisha apo Edi Rama. E qartë. Kështu që ajo dalja e turpshme në konferencë shtypi i ditë pas protestës nga PD-ja duhet jetë një déjà vu e keqe që duhet ta shikojnë vetë. Sa herë ta shikojnë duhet të turprohen. Ku ka opozit në botë që nuk mbështet protestuesit? 2 veta po t'jenë, ti duhet tentosh çosh dhe 2 tjerë ti bosh 4. Si e shikoni ecurin e protestës? Kjo është protestë shfryrje mlefi. Jo e mirë fill politike si edhe jetorit 90. Dhe sa kohë që folësit rastësor, pra po themun rastësor se duhet ta besoj që është rastësor, nuk duhet të hyjnë konspiracionet të disa miqve të mi që më shkruajnë që nuk janë rastësor, pra kam porosi ato që flasin,
nuk mund të prodhojnë forcë politike. Në fund të fundit, çdo zgjedhje vjen tek zgjedhjet. Këtu bim do të përkthehet në vot një ditë. Pra, ju nënkuptoni që ata duhet të bëhen formacion politik? Që të kenë, ose që të mushin menje mund që i gjithë ky grupim, është në imenje, pra unë nuk e shoh që është në imenje. Aty, ajo është, ndaj them që është shfryrje mlefi dhe ka dy anë pozitive. Zgjoj nervin qytetar, që dilni se po e morin peng 2, 3, 4 persona, dhe zhveshje Ramën tek faktori ndërkombëtar që nuk është më padrinë e Shqipërisë. Por nuk e shoh lëvizjet mirëfillt politike, sa kohë që nuk ka patur kurajo, vetë ajo lëvizje, të organizohen subjekt politik. Dhe po të nothe kjo, ndoshta gjysma e tyre s'do të vinin më në protest. Sepse jo të gjithë, pra si unë, janë dakord me çfarë do lloj slogani rasor që hidhet. Kuptoj. Jam dakord me zgjimin e nervit qytetar, me përçimin tek opinionin ndërkombëtar që shqiptarët nuk durojnë dot më, kanë dalë. Pra ai është i mlef ndaj klasës politike në përgjithësi. Rama është në pushtet dhe kërkojnë ndërheqjen e Ramës. Qofse ti thuaj që un kam dalë, opozitë e shitur, pra, po flas për. Ti ke marr tagën e opozitës, atëherë krijoje opozitën, sfumoje këtë Parti Demokratike dhe këta që janë opozitë, me Diun, Roshin, Ali Malli, këta që janë. Dhe thuj, unë jam opozita reale, do të regjistrohem si subjekt politik, do të dalë në rrugë për të kërkuar zgjedhjet parakoshme, jo ndërheqjet e Ramës, zgjedhjet parakoshme, dhe të hyjë t'ju thuj brit të dyjave në vot. Por ajo nuk përkthehet në vot e gjithë ajo turm, 100-150.000 shqiptar, që po t'i shumëzosh me 20 ditë janë 3 milion shqiptar, që dalin atje, nuk përkthehet në vot ndaj kujdo subjekti politik që mund të prodhohet ose mund të dalë nga kjo lëvizje. Qartë. Faleminderit zoti Morizi që ishte. Edhe unë falenderoj për ftesën.